Me ose pa LSI në koalicion, PS do të shpalosë alternativën e saj në zgjedhjet e 18 qershorit. Deklarata vjen nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gremos Ruçi. Në fjerë ai u shpreh gjithashtu se PS është në pritje të përgjigjë zyrtare të forcës së drejtuar nga Ilir Meta për të bashkëdrejtuar qeverisjen dhe për 4 vite të ardhshme. Neve vullnetin ton politik për të qenë me aleatin ton 4 vjeçar tashmë në qeverisje e kemi shpalosur, ende LSI-ja s'ka marrë vendimet, është sovrane në vendimet e saj. Ne jemi të hapur qoftë për koalicion, ashtu sikurse jemi të vendosur që me apo po koalicion, Partia Socialiste do të paraqisë alternativën e saj në zgjedhjet e ardhshme. Ruçi ndodhi në Libofsh të Fierit kur u pyet nga gazetarët edhe për deklaratat e Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë për bojkotin e opozitës. Sipas tij, asnjë ndërkombëtar nuk mund të konceptojë bojkotin e zgjedhjeve, ndaj opozita duhet të rishikojë qëndrimin e saj. Nuk mund ta kuptojnë, nuk mund ta konceptojnë qëndrimin e një partie politike që ndërsa pretendon publikisht në mëngjesin e darkët që është alternativë për të ardhur në pushtet dhe që të deklaroj që unë nuk do marr pjesë në zgjedhje. Apo nuk mund ta kuptoj që 3 muaj para zgjedhjeve të thotë iki qeveria se nuk e dua unë dhe të vijë qeveri teknike. Kështu që këto janë me pak fjalë no comment. Megjithatë të thënën ajo na neve ishin të pabesueshme, kur ish presoj dhe besoj që më mirë vonë se sa kur dhe që opozita të dalë në çadra, opozita të vijë në parlament, ashtu sikurse edhe të paraqesë ofertën e saj në 18 qershor. Ndalesa e kryetarit të grupit të PS-s në Libofsh lidhej me shpërndarjen e levit të legalizimit për 435 banor.